Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të ndalemi pak minuta tek mësimi 12 i nivelit A2 të gjuhës angleze. Ndërsa të tjera do të shohim këto tre aspekte: përdorimin e fjalës whose, kur duam të pyesim për përkatësinë, pronësinë, gjithashtu edhe possessive s, s-ja e përkatësisë. Gjithashtu do të flasim pak edhe për pjesëtarët e ndryshme në familje, se si quhen the family. Dhe në fund do të kemi një dialog ku do të vendosim në praktik këto aspektet që do të mësojmë. Do të fillojmë pak me aspektin gramatikor. Whose dhe possessive s. Okay. Kur flasim për përkatësinë, për sa u përket njerëzve, qoftë nëse i përket një objekt atit ose se si në lidhje me lidhjet familjare, pra motra e filanit, bashkëshorti i asaj, atëherë në këto raste do përdorim apostrof s, okay? We use apostrophe s with a person to talk about family. Ky është një nga aspektet. Okay? Për shembull, George Clooney's mother. Mamaja e George Clooneyt. Okay? Bëjnë kujdes pak edhe në përkthimi fjalë për fjalë, meqense ne mënyra se si e themi në shqip është komplet e kundërta. Ne themi mamaja e, kurse në anglisht do themi George Clooney's mother. Pra, fjala mother është në fund të fjalës. Okay? Tani, një formë tjetër se si ne tregojmë përkatësinë në gjuhën angleze është përdorimi i of ose of the, që është më e ngjashme me mënyrën se si përdorim ne në shqip, pra e, mamaja e. Okay? Por do të bëjmë kujdes. Kryesisht kjo do të përdoret për sendet, jo për njerëzit. Pra do të ishte gabuar nëse ne themi the mother of George Clooney. Tjetri do na kuptoj, sepse nuk është se po bëjmë një ndryshim shumë të madh, por që nuk është koncepti i duhur. Pra, gramatikisht kur flasim për njerëzit do të përdorim apostrof s. Aspekti i dytë, si do të veprojmë kur kemi emrat në shumës. Kujtojmë edhe një herë që shumica e emrave në shumës në gjuhën angleze do të marrin s në fund. Për shembull, a parent, një prind, parents, prindrit. Atëherë, kur kemi të bëjmë me emrat në shumës, nuk ka nevojë që ne të shtojmë apostrof s. Mjafton të shtojmë vetëm apostrofën në fund, okay? Si thotë edhe këtu, we use s, që teknikisht, domethënë është pjesë tashmë e emrit në shumës, an apostrophe, not apostrophe s with regular plural nouns. Pra, me emrat e shumës të rregullt në shumës, okay? Për shembull, they are my parents' friends. Ata janë miqt e prindërve të mi. Pra, not they are my parents' friends në këtë formë. Pra, nuk e shtojmë s-n përpara, nuk e shtojmë apostrofën përpara s-s që i përket emrit në shumës, as nuk vendosim një s tjetër mbas apostrofës. Okay? Tani, si do të veprojmë me ata emra që janë të parregullt? Okay, duke qenë se emrat e parregullt ndryshojnë, pra nuk marrin s në fund, me këta emra të parregullt në shumës do të përdorim apostrof s, normalisht si do ta përdorim me emrat në njëjës. Për shembull, kemi rastin e children, që është shumësi i child, dhe shumësin e men, burrat, okay? Use apostrophe s. Për shembull, the children's room, dhoma e fëmijëve, men's clothes, rrobat e burrave. Okay? Kalojmë pak në të djathtë lart tek aspekti i tretë. We use whose to ask about possessions. Pra, përdorim fjalën whose për të pyetur për pronësinë, që në shqip do t'i bie përkthimi i kujt, e kujt ose të kujt. Pra, përdoret si në njëjës, si në shumës, edhe për të dyja gjinit. Okay? Për shembull, mund të pyesim, we can ask whose bag, whose is this bag, e kujt është kjo çanta, ose whose bag is this, përsëri kanë të njëjtin kuptim. Thjesht janë dy forma të ndryshme në anglisht për të pyetur për të njëjtën gjë. Si mund të përgjigjemi? You can answer it's Maria's bag or it's Maria's. Pra, çanta e Marias ose është e Marias, pa që nevoja të vendosim edhe një herë tjetër fjalën bag, meqense tashmë kemi përmendur për çfarë po bëhet fjalë. Aspekti i katërt, we don't usually use a thing plus apostrophe s. Pra, kur do të tregojmë që kur do flasim për përkatësinë tek sendet, objektet, nuk përdorim s-n, sepse tham s-n do ta përdorim kryesisht tek njerëzit. Prandaj, për sa u përket sendeve, kryesisht do të përdorim formën of the. Edhe pse ka pak raste të tjera të cilat dalin jashtë kësaj logjike, jashtë këtyre rregullave, por ato do të shikojmë pastaj më vonë. Kryesisht për momentin mjafton
që për këtë nivel të mbajmë mend këtë gjë që s në përkatësisë do përdorim të njerëzit dhe të sendet ose objektet ose gjërat në përgjithësi do të përdorim formën of the. Për shembull, nëse do na duhet të themi fundi i filmit, nuk do themi the movie's end, do themi the end of the movie. Okay? Ose një rast tjetër ku nuk përdoret asëja përkatësisë as forma of the city park, parku i qytetit, pra nuk themi the city's park. Okay? Vazhdojmë mëtej. Atëherë, duke qenë se deri tani ne kemi parë që apostrof s, kemi parë se përdori kryesisht forma is e shkurtuar, he is, his, okay? Kështu që mund të bëhemi pak konfuz kur shikojmë tani që edhe s-ja përkatësisë do shkruhet në të njëjtën mënyrë, prandaj na duhet pak kujdes të dallojmë njërin nga tjetra. Edhe këtu në të djathtë, në të majt lart, më falni, këtë kemi be careful with apostrophe s, pra bëj kujdes. Why? Përse? It can be two different things. Pra mund të jetë dy gjëra të ndryshme. Mund të jetë s-ja përkatësisë, okay, Maria's mother, që merr kuptimin of Maria, pra mamaja e Marias, por mund të jetë edhe is e shkurtuar, Maria's Spanish, pra Maria is Spanish. Si të dallojmë njërin nga tjetra, okay? Tani kryesisht do të dallojmë nga konteksti, për të parë se kush ka kuptim në atë situatë. Gjithashtu ka edhe disa aspekte të tjera. Për shembull, nëse ne kemi një fjali relativisht pak më të gjatë dhe shikojmë që kemi një formë tjetër të foljes be, is ose are, dhe kemi një s të shkurtuar, 99% ajo s-ja do të jetë s-ja përkatësisë, sepse në një fjali normale nuk mund të kemi dy herë në të njëjtën kohë foljen be. Kështu që nëse është folja be prezente, atëherë s-ja shkurtuar do të jetë apostrof s. Një aspekt tjetër që na ndihmon është se s-n e përkatësisë nuk do ta kemi asnjëherë mbas përemrave he, she ose it. Pra nëse kemi his, she's, its, atëherë automatikisht është shkurtimi i is i foljes be. Okay? Tani, një kujdes tjetër ku duhet të tregojmë është edhe në mënyrën se si e shqiptojmë. Kemi dy fjalë të cilat shqiptohen në të njëjtën mënyrë, edhe pse shkruhen dhe kanë kuptime të ndryshme. Për shembull, fjala whose, W-H-O-S-E, që ne e përdorim me kuptimin tham për pronësin, i kujt, të kujt, do të thuhet në të njëjtën mënyrë si shkurtimi i who is, kush është. Kur who is ne shkurtojmë, pra W-H-O apostrof S, edhe kjo do të thuhet whose. Si t'i dallojmë nga njëra tjetra? Atëherë, në shkrim është e lehtë sepse si vini re edhe në ekran, shkruhen goxha ndryshe. Kurse kur i dëgjojmë dhe nuk kemi një pjesë të shkruar, një kontekst të shkruar, atëherë do t'i kushtojmë vëmendje kontekstit, do t'i kushtojmë vëmendje fjalisë për të kuptuar nëse po pyet për përkatësinë ose po pyet për një individ, kush është ai, kush është ajo. Okay? Të tregojmë edhe këtu whose e barabartë me who is, example, who is that girl? Kush është ajo vajza? Përgjigja, she's my sister. Kurse whose, okay, W-H-O-S-E, përdorim me kuptimin of who, e kujt. Okay? Për shembull edhe një herë, whose is this bag? E kujt është kjo çanta? It's Jack's. Është e Jack. Okay? Whose and whose are pronounced the same. Thuhen në të njëjtën mënyrë, por shkruhen dhe kanë kuptim ndryshe. Le të rishikojmë edhe një herë disa shembuj të tjerë, kur kemi përdorur këto aspekte gramatikore që tham. He's George Clooney's father. Ja, shikoni këtu, tu kemi dy herë apostrof s. Atëherë nga ta dallojmë, tham që duke qenë se kemi dy herë, automatikisht njëra do të jetë is e shkurtuar, tjetra do të jetë apostrof s, pra përkatësisë. Dhe çfarë përmendëm? Tham që mbas përemrave he, she, it, nëse kemi apostrof s, automatikisht do të jetë is e shkurtuar. Kështu që i bie të jetë he is George Clooney's father, pra ai është babai i George Clooneyt. Tani, të dyshi. Okay? Kemi disa raste kur mund të ndodhi që emri të mbarojë me s. Nuk po flasim për emrat në shumës që automatikisht mbarojnë me s, por mund të jetë një emër i një individi që mund të mbarojë me s, si në rastin e emrit James. Atëherë, çfarë do të bëjmë? Në shkrim do ta shtojmë apostrof s si normalisht. Vetëm se s-n tani do ta themi is. Fjalia e dytë is, it's James's house. Pra, it is James's, shkon se si e themi me is, house. Është shtëpia e James. Okay? They are my parents' friends. Ata janë miqtë e prindërve të mi. Whose bag is this? E kujt është kjo çanta? It's Maria's.
Dhe në fund, the end of the movie is fantastic. Fundi I filmit është fantastik. Le të ecim më tej. Të shikojmë tani se si quajmë pjesëtarë të ndryshëm në familje, familje afërt edhe të pak më të largë në anglisht. Shikojmë për rastin e parë. Kemi fjalën a, and, do thuhet si a dhe e. Tani kemi thënë që pra aq kosa kemi vështirë të themi këto tinguj që nuk të pak tinguj, se nuk e se janë shumë që nuk ekzistojnë në gjuhën shqipe, mund ta anojmë nga aja ose nga eja, ose më saktë nga njëra shkronjë nga shkronja tjetër, vetëm duhet jemi të kujdesshëm sepse në disa raste nëse ne anojmë nga një shkronjë e plot, mund të ketë fjala mund të marrë kuptim tjetër. Okej? Tani, and ka disa kuptime në shqip, është tezja, halla, pra motra e mamit, motra e babit, gjithashtu nusja e dajës dhe nusja e xhaxhait. Okej? Pastaj kemi fjalën brother, vëllai, është e thjeshtë, kemi fjalën cousin, kushuri, kushurira, okej? Cousin nuk ka gjini, kështu që mund ta përdorim edhe për kushuririn edhe për kushuriren. Okej? Pastaj te katra kemi do, daughter, do edhe këtu. Okej? Mund ta themi me o të plot, por teknikisht është tingulli a dhe o, daughter. Father, babai, grandfather, pra duke vendosur grand përpara, kalojmë nga babai gjyshi, nga gjyshja, nga mamaja gjyshja, okay? Grandfather gjyshi, grandmother gjyshja, okay? Mother mamaja. Pastaj kemi fjalën nephew, okay? Është ajo që në shqip e përkthejmë nipi, okay? Vetëm do të kemi kujdes, sepse ne nipin, fjalën nip e aplikojmë në dy rastet. Edhe nipi si djali I djalit, okay? Edhe nipi si djali I vëllait ose djali I motrës, okay? Në anglisht fjala nephew nënkupton vetëm nipi, djali I vëllait dhe djali I motrës. Jo nipi nga këndvështrimi I gjyshit, okay? Nga këndvështrimi I gjyshit kemi tjetër fjalë, do t'i bie tjetë grandson dhe granddaughter, nipi dhe mbesa nga këndvështrimi I gjyshit. Në të djathtë lartë e 10 kemi fjalën niece, niece, është mbesa, edhe kjo jo nga këndvështrimi I gjyshit, por vajza e vëllait, vajza e motrës. Sister, motra, son, djali me kuptimin jo djali në përgjithësi, po djali si djali I dikujt, biri I dikujt. Pastaj kemi uncle, edhe fjala uncle ka disa kuptime në anglisht, mund të nënkuptoj xhaxhain, mund të nënkuptoj dajën, mund të nënkuptoj burrin e hallës dhe burrin e tezës. Okay? Pastaj kemi fjalën wife, bashkëshorte, okay? Fjalori në shqip mund ta përkthej edhe grua, po ide jo grua në përgjithësi, grua e dikujt, pra bashkëshortja. Okay, tani të kalojmë pak tek njerëzit e nusës, okay? Njerëzit e nusës ose të burrit për një femër, do t'i quajmë në të njëjtën mënyrë se si quajnë bashkëshorti, bashkëshortja, por do t'i shtojmë për mbas fjalën in-law, okay, fjalë për fjalë në ligj. Për shembull, mamaja e nusës, çfarë është për ne? Mother-in-law, që do t'i bjeri vjerra, okay? Babai I saj është father-in-law, vëllai I saj, pra kunati, I bie brother-in-law, dhe motra saj, kunata, I bie sister-in-law. Pra, cila është koncepti, cila është logjika? Që janë pjesë të familjes time, pra ashtu siç I ka nusja I kam dhe unë, por jo në gjak, në ligj, sipas ligjit, meqense jemi martuar, prandaj dhe shtojmë edhe shprehjen in-law. Tani, fjalën brother-in-law dhe sister-in-law, që I bie të përkthehet kunati, kunata, do ta përdorim edhe për siç e përdorim në shqip, pra kunati për shembull burri I motrës ose kunata nusja e vëllait, okay? Është e njëjta gjë. Pastaj te 17-a kemi step father, që I bie të jetë njerku, okay? Dhe step sister, më falni, që I bie të jetë vajza e njerkut, okay? Pra, edhe këtu, cila është logjika? Father, babai, por që nuk është babai biologjik, prandaj kemi step, sikur themi një hap më tutje, okay? Për fëmijët që sjell njerku ose njerka, do të jenë edhe ata step sister dhe step brother. Gjithashtu, nëse është njerka, do t'i referohemi si step mother, okay?
Njerka. Atëre, këtu gjysmë vëllain dhe gjysmë motrën nuk e përmendim, do ta shikojmë edhe më vonë, po me atë rast e përmendim. Nëse është gjysmë vëllai ose gjysmë motra, ne teknikisht do t'i referohemi si brother and sister, sepse janë brother and sister. Nëse do na duhet ta specifikojmë për x arsye që është gjysmë vëllai, gjysmë motra, atëherë mund të përdorim fjalën half, që do të gjysma half brother, half sister. Okay? Vazhdojmë atij. Të shikojmë tani një dialog ndërmjet dy shoqeve, Angie dhe Jessie, ku do të shikojmë në praktik aspektet që ne mësuam te gramatika deri tani. Atëherë, flet Angie, who is that, ose who's that, kush është ai, mund të jetë edhe kush është ajo. Atëherë, çfarë thot? That's my nephew. Ai është nipi im. Vazhdon pyet Angie, is that your sister's son or your brother's son? E shikoni tani? Nipi. Se edhe në Shqip ne nuk e kuptojmë nëse do të jetë djali i vllajt ose djali i motrës, prandaj edhe kjo e pyet. Është ai djali i motrës tënde apo djali i vllajt tënd? Okay? My brother's, i vllajt. How old is your nephew? Sa vjeç është nipi jot? He looks young. Ai duket i ri. He's 13. Ai është 13. The photo is from his birthday last week. Fotografia është nga ditëlindja e tij javën e kaluar. Let's see the next one. Le të shohim tjetrën. Is that your family? Pra, nëse kuptuat, janë duke parë fotografit në celularin e saj. Is that your family too? Është ajo familja jote gjithashtu? Yes, it is. That's my sister. Ajo është motra ime, pra vazhdon t'i tregon personat që janë në fotografi. Wow, she's really tall. Ajo është vërtet e gjatë ose shumë e gjatë. Kalojmë së djathtë. Yes, she plays basketball. She's very good. Po, ajo luan basketball. Ajo është shumë e mirë, pra shumë e mirë në basketball. That's a beautiful beach. Where is it? Tani shohim fotografi tjetër ku kemi plazhin. Ai është një plazh i bukur, ku ndodhet, ku është? It's a beach in California. I can't remember the name. I love it there. Është një plazh në Kaliforni. Nuk më kujtohet emri, por unë e pëlqej shumë atje. Is this California too? Një foto tjetër. A është kjo Kalifornia gjithashtu? Pra në foto. No, it isn't. It's a music festival in Canada. Jo, është një festival muzike në Kanada. Pyetja e radhës. Are those girls in your family? A janë ato vajzat në familjen tënde? No, they aren't. They're friends from college. Jo, ato janë shoqe nga kolegji. Dhe pjesa e fundit. Who's the blonde one? Kush është bjondja? Okay, përdorim këtë shprehje the blonde one kur e referohemi dikujt ose diçkaje. That's Rosie. Ajo është Rosie. We live in the same apartment. Ne jetojmë në të njëjtin apartament. Pyetja e radhës. Who's the boy? Kush është djali? He's Rosie's boyfriend. Ai është i dashuri i Rosit. I don't like him much. But she doesn't see him often. Unë nuk e pëlqej shumë atë, por ajo nuk e shikon shpesh atë, kështu që nuk është shumë prezent në apartament. Kjo është ideja. Are there any more? A ka akoma? Pra ka akoma foto? Yes, look at this one. Shiko këtë. You look great. Dukesh shumë mirë, super. And who's that sitting next to you? Dhe kush është ai që është ulur afër teje? Ose në krahun tënd? He's my boyfriend Pete. Ai është i dashuri im Pete. It's the office party from last year. Është festa në zyrë nga viti i kaluar. He's good looking. Ai është i pashëm. Does he work with you? A punon ai me ty? Well, sort of. He's the manager. Po, thot, sort of, është sikur të themi në shqip në një farë mënyre. Ai është menaxheri. Okej, bukur. Atëherë, kaq kishim edhe për këtë video. Shpresoj që isha goxha i qartë në mënyrën e shpjegimit. Gjithsesi nëse keni komente, sugjerime, diçka për të shtuar, diçka për të pyetur, mund të komentoni patjetër në secilin video. Okej? Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.